Hira lëngut të cilin gjyshet tona kanë përgatitur dikur. Sot është një lëng pak i njohur. Në tregje vështirë të gjendet, mirë po në hapësira ku shitet djathi ndodh të shitet edhe hira. Hira është e përdorshme për shkak të vlerave të larta ushqyese dhe rregullon tretjen. Posedon 16 lloje të proteinave, 8 minerale, 7 vitamina, 23 aminoacide, 11 enzima dhe shumë elemente të tjera të shëndetshme. Disa besojnë se hira posedon vlerë më të lartë ushqyese se sa e bardha e vezës. Nxit punën e veshkave, mëlçisë dhe lukthit, përshpejton pastrimin e organizmit dhe largon helmet e grumbulluara. Mund ta pini 3 herë në ditë me nga 1.5 decilitra. E nëse pas disa ditëve nuk ka efekte anësore, mund ta konsumoni deri 1 litër në ditë. Është dokumentuar se banorët e Kaukazit nuk e dinë se çfarë është tuberkuloze, kanceri apo çrregullimet e zorrve. E po ashtu Old Thomas Perr, fermer i thjesht anglez, jetoi plot 152 vite. Ai ishte i njohur për konsumimin e hirës çdo ditë. Kjo pije është shumë e mirë të përdoret që nga lindja deri në moshën e 10 vjeçar. Për shkak të ngjashmërisë me qumshtin e gjerit mund të përdoret si zëvendësim për qumshtin në ushqimin e foshnjave. Përbërësit e saj kryesor janë kaliumi, natriumi, magnezi, fosfori, hekuri, zinku, bakri, vitaminat, enzimet të vlefshme dhe aminoacide, është veçanërisht e përshtatshme për humbje të peshës. Hira është pastrues i fuqishëm i mëlçisë, kurse mëlçia e pastër është qelësi për shëndet të mirë. Nëse vuani nga ndonjë sëmundje e mëlçisë, pini rregullisht hirë. Hira po ashtu ka rol kyç në rregullimin e gjumit dhe përmirëson disponimin. Hira është e pasur me glutatonit, një antioksidant i fuqishëm që ndihmon me problemet me gjendrën tiroide, inflamacionet kronike, kanceri, skleroza e shumfisht dhe sëmundjen e Parkinsonit. Hira duhet të jetë pjesë e menysë së përditshme nëse intensivisht merreni me sport, tentoni të humbisni në peshë, jeni në stres apo vuani nga sëmundje të rënda. Hira është shumë më e përshtatshme se sa pijet energjike. Ulëmtimet tregojnë se hira kontribon për shëndetin e sistemit të qarkullimit të gjakut, sepse ul glukozën e gjak dhe presionin e gjak. Mo e mirë është hira e dhis, por e mirë është edhe ajo e lopës. Është e rëndësishme të bëhet fjalë për kafshë që nuk janë të pompuara me hormone. Mesatarisht prej 10 litra qumësht përfitohet 1 kilogram djath dhe 9 litra hirë. Nëse keni çrregullime të sistemit të tretjes, përziheni 1 lugë gjelle hirë në 1 gotë me ujë dhe pini para çdo vakti. Përveç shërimit, hira mund të përdoret edhe për kujdesjen e jashtëm të lëkurës dhe flokut. Hira në treg është vështirë të gjendet, e sidomos në mesditë.
Andaj, ne shkuam në një supermarket për të blerë hirë, edhe aty kishim mbetur shishet e fundit. Një pije natyrale dhe më shumë të mira shëndetësore, ja vlen ta konsumoni.